Padyshim se gjatë kësaj interviste do të kemi mundësinë që të diskutojmë për një mëri gjërash për shkurtën jetën e saj jashtë Big Brother, por me qenë se ka qenë një platformë ku ju e keni shfrytzuar dhe keni marrë një vëmendje edhe më të madhe, nuk kemi se si ta injorojmë. Si po shkojnë punët fillimisht? Mirë Bledi, sepse e kum pas një pauzë sa kum pat nevojshme unë, edhe pas asaj pauze kum fillu prapë më merr me aktivitete humanitare. E dorën zemër kësa herë janë të shku ma mirë se herave tjera. Se realisht edhe pjesa e famës, unë s'po them që jam prej atyre të famshmeve, po atë sa jam, do më thonë më ka ndihmu pak ma shumë të pjesa e humanizmit me mujt me bo ma shumë punë dhe veprat mira. Kështu që prapë se prapë jam mirënjohëse dhe falendruese prej Big Brotherit, pavarësisht që e ka pas edhe anën pozitive, po ndoshta ka pas raste ku ka pas edhe anën negative, po është kjo krejt normale. Se thoj nuk ka mal pani normal. Duhet me i pa gjitha anët e medaljes. Po, çashtu është edhe nuk ka kurrë të keqe, kështu që unë jam prapë shumë mirënjohëse dhe falendruese që kom qenë pjesëmarrëse e një formati të tillë. Okej. Shkurta, si ke arritur me menaxhu, që shkoj më pas vëmendja që e more pe Big Brother në dobi të synimeve tua? Unë se kom shfrytzu hiç pjesën e vëmendjes, përkundrazi, nuk kom pranu me dalë në asnjë intervistë, për shkak se mu pagjumësia më ka ndiku keq në Big Brother, aty s'ka fajdin kurkush, po thjesht unë gjumin në kom shumë të lehtë, edhe shumica kanë pas energji të atashme dhe kanë qëndru deri në 5-6 mëngjesit, edhe nora 9 ndoshta veç është dashur mu zgju prej gjumit, edhe me 2 orë, 1 orë ose 3 orë gjumë, personalisht për mu kanë qenë pa mjaftueshme, edhe shumicën e raste më ka ra me qëndru ka 48 orë pa gjumë. Edhe pa gjumësia do me thonë më ka ndiku keq, edhe momenti që më dalë prej Bigut, kom flejt shumë e para, e dyta nuk kom dasht, do me thonë qatë lloj vëmendje me shfrytzu dhe kom pauzu, nuk e di për afërsisht sa e më bo ndoshta 2 muaj që nuk e më dalë në për intervista, dhe pse ftesat janë konë shumëta, mirë po më kom vendos ma shumë mi dhonë për parësi. Një periudhë me marë vetëm pak, me pushu prej vëmendjes publikut. Megjithatë, ju e përmendët deri diku se si e vlerësoni, po për me shtru pyetjen pak më direkt. Me pak fjalë, si ishte eksperienca në Big Brother? A je pishman që e provova? Jo, as edhe njëherë që më kom pishman, as nuk jam pishman. I vetëm sen që më ka dhimbt, që kom të regu edhe në për intervista tjera, ka qenë synimi drejtim familjes. Që ato që s'kom mujt me më rri, që ajo ka qenë pak diçka që kom pas i dhimbt, diçka tjetër jo. Për si eksperiencë gjithmonë, veç që kom pas mendje me pas në eksperiencë të tillë. Pa marrë parasysh përfundimi i saj, a është do më thonë i mirë, apo është i keq, gjithmonë e kom pas i dëshirë. Kështu që prapë se prapë thëmë që ja ka vlej që kom provu, nuk ka kur gjatë keqe, nuk është e thone gjithçka që ka synoj me parë me mri. Shkurta, pse gjanat nuk shkuan ashtu siç presi? Sepse thënë drejtën, momentin kur u fute në Big Brother, pritshmëritë ishin goxha të larta edhe prej publikut, për shkak të tipit, natyrës, impulsivitetit që e keni, dhe ne këto i kemi gjykuar në bazë të paraqitjeve tua televizive që i ke pas para se të futesh. Qëre, janë do gjana aty mbrenda ti nuk e ki timonin dorë. Edhe janë do gjana që mbaren tjetër ka. Jo çdo prej tije. Tjetra, do të thonë kur ti ki 19 banor, kamerat nuk mund me kon fokusi intenziv veç te ti. Nuk mund me kon gjithmonë për shembull veç te ti. Për shembull, çtash këtu që e musafirët e ti, fokusi është mes me edhe teje. Amo jo mes dikuj tjetër. A mendon shkurta se kishte diçka të qëllimshme në tër rrugtimin tënd, sepse shpeshherë ne përballemi me banorë të cilët dalin jashtë Big Brother dhe më pas nxjerrin pa disa gjëra të cilat publiku realisht nuk i nje, nuk i sheh, nuk është koshient për to. Dhe kësaj ne kemi pak sa të revoltuar në momentin kur u eliminove. Unë muj me tërgu pak një shembull, po tash nuk e dija ka qenë e qëllimshme ajo. Se ka shumë gjona që ndoshta unë pak i kam ato dyshimet e mia, po si do shoh prapë nuk kam as inati, as nuk du të kem probleme, absolut, se për mua janë diçka që përkasin të kaluarës, edhe nuk du me kohën tem tashme, nuk du me hupën të tashmen edhe të ardhmen tu merr me gjona të kaluara. Po për hir të respektit, në për televizionet të ndryshme, ndoshta pendjej vetëm pak më atë obligume për me tregu disa detaje. Për shembull, gjatë qëndrimit në kapsull,